Përshëndetje. Para pak orësh në lokalin Nobel, ku ishte në tubimi i Partisë Demokratike të Kosovës në Drnas, Memli Krasniqi deklaroi që do ta shihni edhe me video pastaj ata të cilët e votojnë Ramiz Vllazrovsin e kanë votuar lëvizjen e vetëvendosjes. Nuk e ka thonë këto rastësisht, por logjikisht nëse mendoni që Dranosi ka qenë me Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë, edhe Skënderaj, Drenica komplet, atëherë Partia Demokratike e Kosovës nuk i nominon dy kandidat për kryetar komune, po e ka nominu Petrit Hajdarin. Kurse Ramiz Vllazrovsi e ka marrë llogën vetë, si person privat. Ai nuk e përfaqëson Partinë Demokratike, edhe nuk është me llogën e Partisë Demokratike, por është i pavarur, thuajse, ose ka mundësi edhe për shpinë lëvizjen vetëvendosje. Prandaj shpresoj që qytetarët e Dranasit do të jenë të vetëdijshëm që mos heqin dorë nga Partia Demokratike, por ta votojnë PDK-n dhe Petrit Hajdarin, dhe jo Ramiz Vllazrovsin. Mu më kujtohet në zgjedhjet e kaluara, kur ishin zgjedhjet komunale, vetë Ramiz Vllazrovsi në një tubim është deklaruar që është hera e fundit që kandidon për kryetar të komunës. Po i ka hinë qef tash edhe një herë, se pak po i duken 10 vjet, po do edhe 4, mi po 15, e ja pashtu nuk ka vlla. Duhet me lëshu ranin sepse e ke prish kuvenin. Dranosi nuk ka me çka mu krenu. Stadioni nacional që ka dashur u marrue nuk përmenet fare. Që nga stadioni Dranosi, komuna Dranosi kishte përfitu shumë. Rrugë katastrofë. Mos dal më javëqu edhe me video. 24 shatra janë pa ujë. Prandaj, çka është më kryesore, Memli Krasniqi deklaroi ata të cilët e votojnë Ramiz Vllazrovsin e kanë votu lëvizjen vetëvendosje. Dhe prandaj po them që shpresoj që qytetarët e Dranasit nuk e zhgënjejnë Partinë Demokratike të Kosovës, por e votojnë Petrit Hajdarin, të cilin e ka nominuar Partia Demokratike e Kosovës. Respekt.